Lugina ku Zoti sfidoi vdekjen. Zoti e çoi profetin Ezekiel në një luginë ku nuk kishte mbetur asnjë shenjë jete, një vend i thatë, i heshtur, i pafund, i mbuluar me skelete të shpërndarë në tokë. Kocka aq të thata sa që dhe koha dukej se i kishte harruar. Pastaj Zoti pyeti: "Biri i njeriut, a mund të marrin jetë këto kocka?" Ezekieli u përgjigj: "Zot, vetëm ti e di." Dhe Zoti tha: "Profetizo, folu atyre, thuju kockave të thata të jetojnë. Kocka të thata, dëgjoni fjalën e Zotit. Unë do të vë frymë në ju dhe ju do të merrni jetë." Në atë moment lugina filloi të dridhej, kockat u tronditën, ato lëvizën dhe filluan të bashkoheshin. Një kock u lidh me tjetrën, skeletet plota u formuan. Pastaj erdhën tendinat, mishi dhe lkura, por ende nuk kishte jetë. Atëherë Zoti foli përsëri: "Profetizo frymës, thirr atë nga katër anët, frymë, eja dhe nga katër anët dhe jepi jetë tyre të vrarëve që të mund të jetojnë." Dhe kështu ndodhi. Fryma erdhi si një frymë hyjnore dhe trupat filluan të ngriheshin, të fortë, të gjallë, të rilindur. Dhe nga heshtja u ngrit një ushtri e fuqishme, një ushtri e krijuar nga ata që bota tashmë i kishte dorëzuar. Zoti nuk i tregoi Ezekielit një vegim të thjeshtë. Ai i tregoi se as vdekja, as harresa, as pluhuri i kohës nuk mund të qëndrojnë kur ai vendos të sjellë jetë.